Për të gjithë ata që pretendojnë të thuan se i shërojnë të tjerët, asnjë mjeshtër shpirtëror nuk shëron kur askënd drejt për drejti. Asnjëherë. E ke ditur këtë? Por si ndodh shërimi shpirtëror? Ja pra, mjeshtri përçon një vibrim, ndan një frekuencë që përfaqëson gjendjen e shërimit, me cilën do qoftë teknik që ai përveçson më së miri. Dhe nga ana tjetër, personi që ka nevojë për shërim, ai duhet të përputhet me këtë frekuencë që vetja e tij të fillon të shërohet. Kjo do të thotë se mjeshtri nuk shëron drejt për drejt. Pra, nuk është se mjeshtri po shpenzon vërtet energji për të shëruar tjetrin, por thjesht ndikon tek tjetri duke qenë vetvetja nëpërmjet gjendjes së tij. Pra, ai përçon gjendjen e tij të natyrshme tek personi që dëshiron të shërohet, duke shërbyer vetë si shembull i gjallë i potencialit nëpërmjet vetë gjendjes së shërimit që ai ka. Mjeshtri rezaton një vibrim që përfaqëson gjendjen shëruese, por ai që don të shërohet duhet ta krijojë atë vibrim brenda vetes, duke u harmonizuar me të në mënyrë që të përjetojë ndryshimin apo shërimin. Ai mjeshtër që nuk është vetë i shëruar, pra që nuk e ka transformuar veten sa duhet dhe që nuk vibron në frekuenca të shërimit, por mendon që të shërojë të tjerët, ai e lodh veten. Kjo bëhet barë për të dhe në fund nuk funksionon. Edhe pse ai merr një përgjegjësi mbi veten, pa i përfunduar paraprakisht punët me veten e tij, që do të thotë pa e shëruar akoma veten nuk mund të shërojë të tjerët. Një mjeshtër i vërtet, cili do qoftë ai, mund të ndikojë tek tjetri, po aq sa ka ndikuar tek vetja e tij, as më pak dhe as më shumë. Përgjegjësia e mjeshtrit është të ofrojë mundësinë që ata të cilët duan të shërohen ta shohin mjeshtrin si shembull i një gjendje shëruese që do të ju lejonte atyre ta shërojnë veten. Pjesa tjetër e shërimit varet prej tyre. Është punë e tyre që të vazhdojnë, sepse shërimi është proces që kërkon konsistencë, ndërsa shëndeti është gjendje e mirëqenies mentale, fizike apo shpirtërore. Dhe miku dhe mikesha ime, mos haro asnjëherë se secili njeri është në të njëjtën kohë edhe mjek, edhe pacient në të njëjtën kohë i vetes së tij.